Vetëm nga 2 kontejner në Bitpazar të Shkupit u mbushën 2 kamion me mbeturina. Gjendja thuajse është ngjashme edhe në shumë lagje tjera të Shkupit, ndërsa nga aksioni 72 orësh si premtim parazgjedhor, deri tani janë zhvilluar aktivitete në të gjithë Shkupin. Nga ajo që veç më janë mësuar të shohin deponi rreth kontejnerëve, disa qytetarë janë skeptik për atë që do të ndodhë në të ardhmen. Ata thonë se gjendja e pastërtisë nuk do të zgjasë shumë dhe se papastërtia do të rikthehet përsëri. Ndërkohë disa të tjerë mendojnë se me ndërgjegjësim dhe kontroll më të madh nga institucionet, situata mund të përmirësohet përfundimisht. Po pastrohet për një javë njerë. Tash me këtë aksionin të javë? Tash ma mirë pak, i murën i na, se bëra di javë si nishëm i na që është në njësë. Mendojnë se do jetë ma pas të në Mendoj se do bëhet mirë, më që kanë njësë kështu dhe masët, do bëhet ma mirë kërësë. Që isha ola i mishnur që ratë zatet mja petë. Një diherë edhe ma. Pasrojnë mëre ti pomenon që për një me. Sot edhe një herë këtë ne edhe ma. Da kažeme za đubreto, pjeve se gledat. Đubreto je đubrent. Što možeme da kažeme, toliko sposobni se. Aksioni pastrimit të Shkupit për 72 orë ishte premtim parazgjedhor nga tani më i pari i Shkupit Orce Gjergjijevski dhe filloi të premte në ora 20:30 nga salla sportive Boris Trajkovski. Deri tani nga higjiena komunale nuk ka dalë me detaje se sa ton mbeturina janë larguar nga kryeqyteti, ndërsa në disa vende mbeturinat vazhdojnë të mbeten të pagrumbulluara.